Mirëmëngjes miq, e kemi gdhyer natën duke ngrohur pemat me aq sa mundësi kemi pasur. Në moment që po flas, kam vetëm 4 zjarre aktive. Zjarret i bëjmë këto krondët që i quajmë ne, degët, që i bëjmë nga pastrimi i krasitjes dhe i ruajmë për këto ditë të ftohta. Temperaturat sonte ishin -4, ma e ftohta, këtu në Sohodol flas. Shpresoj se s'ka bot dëm, po gjithsesi punët e Zotit janë. Ne i kemi boj smetin që të ruajmë sa do pak fruta të freskëta për miqt, fëmijët tanë dhe gjithë dashamirësit e frutikulturës. Nga Sohodolli Turgjediku, respekte për gjithë ju Marakli që keni qef vërtet frutikulturën dhe çdo gjë tjetër që ka lidhje me bujqësinë. Respekt. Ja pra miq, temperaturat kanë qenë shumë minus. Ja shkruan emrin këtu. Është akull i gjallë. Por atje ku ka pas zjarre, kam 4 zjarre aktive rreth e rrothull, sa do pak e ndihmon.